Keni shpesh duar dhe këmbët e ftohta, ja çfarë tregon kjo? Anemi. Përveç duarve dhe këmbëve të ftohta, anemia shfaqet edhe një sër simptomash të tjera, si për shembull dhimbje koke dhe mungesë hekuri në gjak. Diabet. Disa nga simptomat e diabetit janë gjymtyrët e ftohta dhe ndjesi shpimi gjilpërash tek duart dhe tek këmbët. Këto munden që të jenë shenja të para të diabetit që më pas pasohen nga shtimi ose humbja në peshë e të tjerë. Kjo sëmundje ngadalëson metabolizmin dhe gjithashtu shoqërohet me këmbë të ftohta dhe gishtërinë të ftohtë. Një shenjë mund të jetë pikërisht simptomat e gjendrës së tiroides. Stresi ngushton enet e gjakut dhe për pasojë qarkullimi i gjakut bëhet më i dobët, prandaj kur jemi në një gjendje stresi, duart dhe këmbët na rrinë gjithmonë të ftohta.